Ka çelur si parin edicionit 13 i festivalit folklorik tipologjik i Vallës Burimore në Lushnjë, për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të trevave shqiptare. 16 grupe folklorike nga të gjitha trevat e Shqipërisë që marrin pjesë në festival, mbajtën një paradë në rrugët e qytetit. Atmosfera e veçantë u kthye në një fest nga grupi i këngëve dhe vallave të qendrës kulturore Lushnjë, të cilët mirëpritën artistët. Kryetarja e Bashkisë Eriselda Sefa u uroi suksese grupeve pjesëmarrëse. Jam shumë e lumtur që këtë traditën e bukur të festivalit ne po e vazhdojmë dhe këtë vit është eventi i 13 dhe patjetër që kjo nuk është thjesht një event artistik, por është një udhëtim i gjallë në rrënjët tona kulturore, përmes tingujve të instrumentave të ndryshme, përmes valleve të cilat ne i ruajmë me shekuj, por patjetër dhe përmes kostumografisë tonë kaq të bukur, e cila paraqet dhe historikun e secilës nga trevat tona, ne arrim të ruajmë dhe të mbajmë identitetin ton kulturor. Dhe patjetër që Bashkia e Lushnjës do të vazhdojë të mbështes, sepse për ne është shumë e rëndësishme që të ruajmë rrënjët e të parëve ton, të ruajmë folkun ton. 8 grupe performuan në natën e parë dhe 8 të tjera do të konkurojnë në natën e dytë.